Me që jemi në një ditë në prag të përvjetorit të 18 të pavarësisë së Kosovës, dua t'ju uroj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës për këtë përvjetor. Nesër, si 18 vjet më parë, kryeministri Hashim Thaçi nga kjo foltore shpalli Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Disa nënshkrues të asaj deklarate kemi sot në Kuvendin e Republikës Kosovës. Pavarësia e Kosovës është angazhim i përjetshëm për t'u dëshmuar atyre që ranë dhe atyre që nesër vinë në jetë se liria dhe pavarësia janë betejë që çdo ditë duhet të fitohen. Sot, si 18 vjet më parë, unë isha në aeroplan drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i veshur me një bluzë me mbishkrimin "Edhe unë kam shtet". Kur krejt bota vërshoi Kosovën për të qenë dëshmitar i një ngjarje historike të papërsëritshme, unë si gazetar vendosa të festoj këtë ditë në shtetin që ndihmoi jetësimin e përpjekjeve për liri dhe pavarësi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse kjo është e rëndësishme sot 18 vjet më vonë? Sepse as në imagjinatën time më të errët nuk e kisha menduar se 18 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës do të festojmë pa ata që këtë shtet e skicuan. Këtë shtet e shpallën, e bën, e forcuan dhe e ndërkombëtarizuan. Pa Hashim Thaçin, pa Kadri Veselin, pa Jakub Krasniqin dhe pa Recep Selimin. Nga këto i dërgojmë urimet më të përzemërta për t'ju thënë se ata nuk janë vetëm, se pas tyre e kanë edhe këtë parlament që shu dëshmua me votimin e rezolutës për drejtësi, se pas vete kanë edhe poplin si që do të dëshmohet nesër me një pjesëmarrje historike në marshin për drejtësi. Për t'ju thënë se populli i Kosovës nuk i duron padrejtësitë, se ky popull nuk do të lejoj rishkrimin e historisë. Të dashur qytetarë, ky përvjetor e gjen Kosovën me mungesë të parashikueshmërisë në një moment ku vlerat tona si shtet çdo ditë po sfidohen, çdo ditë po testohen. Ky përvjetor e gjen Kosovën të përqarë, me urrejtje për njëri tjetrin, me paqartësi dhe pasiguri. Ky përvjetor e gjen Kosovën të izoluar, pa miq, të pa zhvilluar dhe pa vizion në ekonomi. Ky përvjetor e gjen Kosovën me marrëdhënie në gjysmështizë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani do dalë edhe të buxheti nderuara kryetare. Dhe natyrisht që mundesh pastaj me fol për shkak të respektit natyrisht edhe për UÇK-n, për pavarësinë e Republikës së Kosovës, unë nuk ta ndërpreva të fjalën, por të lutem respektojeni rregullorën e kuvendit, kthehun temë, diskuto për buxhetin. Faleminderit kryetare, unë jam duke folur për politikë të jashtme, për dështimet e politikës jashtme dhe për atë se çfarë shkruan në buxhetin që e keni prezantuar këtu, prandaj unë do të vazhdoj sepse pat fjalime këtu edhe më parë me të njëjtën frym. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin goditja e parë e politikës së jashtme të 6 vjetëve të fundit, duke konvertuar ideologjitë. Faleminderit. I nderuar ministër, tani është me njëherë dilë të buxheti, nëse nuk del me njëherë të buxheti, detyrohem që ta ndërpres dhe mos ta rikthej më fjalën. Të lutem, respektoje fjalën time. Donë se pa kuptueshme, po vazhdojmë. Sot po diskutojmë për buxhetin e Kosovës dhe këta numra që shtrihen në 723 faqe nuk janë vetëm një projektim buxhetor, por është një skicim i prioritetet të kësaj qeverie. Fatkeqësisht, bazuar në këtë buxhet, këtë vit politika jashtme nuk është prioritet. Fatkeqësisht, edhe këtë vit shtimi i njëjë për Republikën e Kosovës nuk është prioritet. Dhe fatkeqësisht edhe këtë vit antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare nuk është prioritet. Nga ajo që kemi lexuar në këtë buxhet, nuk ka asnjë ndarje të dedikuar për lobim, për shtim të njojeve, për përfaqësim strategjik në arenë ndërkombëtare, për forcim të njojës së Kosovës në botë. Dhe tash e 6 vjet nuk ka kontraktuar as një firmë lobuese amerikane për të siguruar zërin të dëgjohet të legjvendësit dhe administrata amerikane.
Kosova tash 6 vjet nuk ka kontraktuar asnjë firmë amerikane për të siguruar se Kosova është partner i besueshëm për investitorët amerikanë. Dhe bazuar në këtë buxhet, shohim që nuk ka kontraktuar asnjë firmë amerikane për të siguruar që mbrojtja e partneritetit me SBA-n, mbështetja në sektorin e sigurisë, forcimi i ushtrisë të bëhet. Dikush mund të thotë për çfarë kemi ambasadën tonë në Washington. Por edhe Gjermania si fuqi ekonomike botërore ka ambasadë me 10 qindra të punësum por pagun firma lobuse amerikane. Edhe Franca si fuqi politike, ekonomike, ushtarake me qindra të punësuar në administratën e tyre në Washington paguan firma lobuse amerikane. Edhe Turqia si fuqi politike paguan. Përveç shteteve mike, edhe shtete armike të Kosovës janë aktiv në Washington. Serbia asnjëherë nuk e ka ndryshuar agjendën luftënxitëse dhe të dominimit me të cilën ka hyrë dhe ka kryer gjenocid në Kosovë. Ajo ka investuar 10 miliona euro në kompani, po ashtu amerikane të lobimit. Paramendoni edhe Rusia, e cila teknikisht është në luftë me Perëndimin, pagun kompani të tilla. Madje dhe ambasada e Iranit në Washington kontrakton dhe merr shërbime nga kompanitë e tilla. Kosova e vogël e izoluar ndërkombëtarisht me stagnim total në shtimin e njojeve, me frenim në antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, me dialogën Kosovë-Serbi mbi kokë, me rrezikun për të rishkrimin e historisë nga gjykata speciale, i duhet një aranzhim i tillë sa më parë. Jo as kompani që lobojnë në Soma, po as kompani që avokojnë në shtëpi të bardhë. Kompanitë lobuse nuk mund të ndryshojnë vijat e trasha gjeopolitike të SBA-s, por ato mund të ndihmojnë Kosovën të dinamizojnë jetësimin e prioriteteve në politikën e jashtme, duke shtyrë përpara antarësimin e Kosovës në NATO dhe rikthimin e dialogut për marrëdhënie strategjike me SBA-t. Sepse në botën e trazuara, gjeopolitikisht asgjë nuk është e mirëqenë. Pra, lobimi është një instrument strategjik për të mbrojtur vendin tonë, për të ndërtuar aleanca dhe për të garantuar të ardhmen e shtetit tonë, dhe në këtë buxhet nuk është nda asnjë linjë e veçantë buxhetore. Prandaj do të jetë jetike që të krijohet një linjë e tillë dhe të shpenzohen këto para në lobim në Washington, në Berlin, Bruxelles, në Paris dhe qendra tjera multilaterale. Një amandament i tillë unë besoj që do ta kishte votën time po edhe të deputetëve të tjerë. Të dashur qytetarë, pse është i rëndësishëm një mekanizëm i tillë që të jetë në buxhetin e Kosovës? Sepse mungesa e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, në NATO, por edhe në Kombet e Bashkuara, do ta sfidojë subjektivitetin ndërkombëtar të vendit tonë. Dua t'ju jap vetëm një shembull me pak fjalë. Këtu e kam një raport të sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara i publikuar 2 muaj më parë. Tribunali ndërkombëtar për ish Jugosllavi ka përfunduar punën e tij dhe aktualisht funksionon mekanizmi ndërkombëtar i mbetur për tribunalet penale, i cili po reduktohet gradualisht. Në këtë proces, arkivat e tribunalit të Hagës, me të cilat është gjykuar Miloševići, do të zhvendosen në një vend jashtë Holandës. Një pjesë shumë e madhe këtij arkivit asnjëherë nuk është përdorur në tribunal dhe në mesin e tyre ka shumë dokumente, shumë igjizime për krimet serbe në Kosovë që dëshmojnë ato krime. Dhe ndër shtetet që kanë aplikuar për të marrë arkivin e tribunalit, është shteti që ka bërë gjenocid në Ballkan, Serbia. Dhe për këtë arkiv kanë aplikuar edhe shtete tjera. Është jetike që Kosova të bëjë gjitha përpjekjet politike, diplomatike për të kërkuar që arkivat të kthehen në Kosovë. Po ashtu, bashkë me shtetet mike në rajon Evropë, botë, të sigurohen që ato mos të përfundojnë në shtetin që ka sponsorizuar gjenocidin në Ballkan, Serbi. Nëse arkivat vendosen në Serbi, ekziston rreziku politik i kontrollit narrativ dhe i kufizimit indirekt të qasjes, sidomos për dokumentet jo publike dhe materialet që kërkojnë bashkëpunim institucional. Ne jemi dëshmitar që Serbia ka falsifikuar, ka fabrikuar dokumentacione dhe arkiva në Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës dhe në gjykatën speciale. Dhe në fund, për gjykatën speciale, populli i Kosovës nesër jap verdiktin e tij me pjesëmarrjen historike në sheshin Skënderbej. Drejtësi, jo politik, ju ftoj që të merrni të gjithë pjesë. Faleminderit.